Është promovuar libri monografik kushtuar trajnerit legjendar të boksit Lan Imani. Libri është i ndarë në 10 kapituj, ndërsa paraqet jetën dhe veprën si profesor e trajner të Lan Imanit të ndjerë. Autori i librit monografik Lan Imani, embleme përjetësisë, është profesori Fazli Hajrizi. Unë sot ndihem shumë i lumtur që përurimi i librit, po them një libri modest kështu, po bëhet shkak i këtij tubimi të përbashkët për të kujtuar Lan Imanin si dhe sukseset e tij në jetë, për angazhimin e tij në të mirë të arsimit, të arsimimit të edukimit të brezit të ri, në zhvillimin e sportit e afirmimin e Kosovës sonë të dashur e të shtrenjtë. Për kapitenin e klubit të boksit Prishtina Mehmet Bogujevci, Lan Imani ishte më shumë se trajner, duke lartësuar emrin e tij në shumë dimensione. Lajde kemi pas na, edhe vlla, edhe shok, edhe prind, sipas nevojave. Me lajnë kemi pas si me muhabetin, si me shokun më të mirë. Po edhe kemi pas një vit kuqe të vizatume. Deri ku kemi mujt me shku. A ne vjes kuqe me shku s'ka bo se s'kon mirë. Qashtu që ka qenë një pedagog, një njeri cili ka kontribu jashtëzakonisht shumë, njeri cili na ka bashku, edhe na klubi boksit Prishtina na kemi qenë një familje. Për Lan Imanin, ndër të tjera folën edhe personalitetet të tjera, derisa ai që e madhështoi këtë mbrëmje ishte trajneri që tashmë ka fituar 5 medale olimpike me gjudistët e tij Driton Kuka. Motivin për rezultate kulminante patjetër që burim e kemi pas në radhë parë Lan Imanin, edhe me Tazalebek. Po flas unë personalisht tash edhe i takojnë sporteve luftarake, edhe të dytë kanë sjellë medalet, gjitha medalet e mundshme, si që kemi sjellë edhe ne në këtë Kosovën e pavarur, tash në lirinë e fitume pas shumë sakrifica. Unë po mendoj që vepra e këtyre dy trajnerave përkon me sakrificën e luftës tonë çlirimtare, por edhe me sakrificën e popullit tonë, ndoshta me 10 shekuj për çlirim. Ceremonia është transmetuar drejt për drejt në RTK, derisa drejtori i televizionit Rilin Gërvalla në fjalimin e tij shpalosi detaje shtesë. Libri që promovohet sot është më shumë se monografi, është një dëshmi për një epokë, për një njeri që rriti sportin në kushte të vështira dhe la një trashëgimi morale e profesionale që ende na obligon. Në këtë frymë, Radio Televizioni i Kosovës do të jetë i përkushtuar që veprën dhe jetën e kampionit Lan Imanit ta sjellë edhe përmes ekranit. Lan Imani është një prej figurave sportive shqiptare më të njohura dhe më të suksesshme në histori. E udhëhoqi skuadrën e Prishtinës drejt 5 titujve të kampionit në shtetin e dikurshëm federativ, derisa klubi boksit Prishtina ishte më i suksesshëm në histori.